A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahun e falenderojmë, prej tij falje, ndihmë, udhëzim dhe shpëtim kërkojmë. Salavate dhe selame qofshin për edukatorin e njerëzimit, mëshirën për mbar botrat. Selame qofshin mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinis dhe ndëgjues të Radio Vatit. Jeni në valët 88.4 të Radio Vatit në emisionin fetar Këshilla e Xumas, që emetohet çdo të premte para namazit të xumas. Unë, udhëheqësi i emisionit, Irfan Sulejmani, referent në Muftinin e Shkupit, ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Mysafir të sotëm kemi hoxhën e nderuar Vedat Efendi Skenderi, imam në xhamin Kasim Beu. O gjinderuar, mirë se erdhët në emisionin tonë të radhës, Këshilla e Xumas. Mirë se gjeta, Allah është shpërblet për ftesën. Faleminderit edhe nga ana jonë. Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinis dhe ndëgjues të Radio Vatit, tema e sotme që do të elaborojmë së bashku me hoxhën e nderuar është agjërimi, shlyja në mëkatet. O gjinderuar, si për fillim, çfarë mund të na tregoni apo pse muslimanët apo njerëzit bëjnë mëkate ndaj Allahu xhaleshanahu wa xhaleshanahu. Si e shpjegoni këtë? Bismillah. Fillimisht falem Zotin subhanahu wa taala që na ka bërë pjesëtar kësaj fesë. Gjithashtu falem Zotit që na ka mundsuar të arrijmë muajin e Ramazanit, një muaj që Allahu subhanahu wa taala e ka përgatitur, e ka bërë ka dhënë disa oferta të veçanta në këtë muaj të Ramazanit, që është një ndër ofertat është edhe Zoti subhanahu wa taala i fal mëkatet në këtë muaj. Para se me fol për mëkatet, Allah e shpërblet përpitjen, është e rrugës me fol pse njeriu bën mëkate. Nga natyra e njeriut është që ne jemi njerëz të mangët. E kemi me veti, më thonë, atë egojen ton, atë nefsin ton, gjithashtu e kemi përballë shejtanin, e kemi përballë dynjan. Më thonë, ne jemi mes këtyre rrethonave. Natyshëm është që njeriu të gabon. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot me një hadith, kullu bani adama khata wa khairul khata'in tawwabun. Çdo biri i Ademit bën gjunahe, bën mëkate, por më i miri nga këta është ai nga këta i cili pendohet dhe kthehet te Zoti subhanahu wa taala. Pra nga ky hadith e shohim që krejt njerëzit bëjnë gjunahe, gabime. Por gjunahet nuk janë një tit lloj. Dikush bën gjunahe shumë të rënda, dikush më mesatare, dikush bën gjunahe të vogla. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala në Kur'an nuk i thot vetëm gjunahçarë bëni pendoni, por i thot edhe besimtarëve pendoni. Allah në surën në ajetin e Kur'anit thot wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dhe pendoni gjithë ju besimtar. Nuk thot ju gjunahçar, ju besimtar me qëllim që të shpëtoni. Dietar thon këtu në njeriu në këtë rast besimtar pse duhet mu pendue, ose pse më pas nevojë unë me hin Ramazan, që Allah më fal gjunat. Nga se nëse kuptojmë një meselë, ta kuptojmë edhe urësijëm se Zoti muajin e Ramazanit i fal njerëzit. Edhe pse nëse ne agjërojmë, i fal me namaz, nuk i bëjmë do gjunat më dhoja. Pse më pas nevojë Zoti më na fal neve. Dietar thon gjunat janë disa kategori. Ka gjunat që janë të mëdhaja, që ai cili bën ato gjunat, Zoti ka kërcënuar me xhehenem, ose me mallkim, me kështu me radh. Për to gjuna ndoshta besimtari i mirë nuk i bën këto gjuna. Po ne bëjmë ato gjuna të tjera, që janë shumë lloj dy të gjunave që është gjuna që janë më thonë të vogla. Më thonë njëri mund me bëj kësi gjuna. Ne do ato përshpëritje që janë me na zemrës, një mendim i keq për ndonjë besimtar. Ka disa gjuna janë të vogla, ka mundësi besimtarin këtë ditë muajit Ramazanit dhe para Ramazanit që më i bëj këta mëkate. Këtë arsye ne bëjmë ndoshta mëkate me dije ose pa dije. Po ne jemi, po këtë arsye jemi njerëz, si tash në fillim, jemi më ne rrethomi prej disa rrethonave që mund na merron gjunahe. Allah subhanahu me rahmetin e vet që ka, e ka lënë mundësinë që më na falni mëkatet. Është gjithashtu një lloj mëkateve që neve shpesh ndoshta nuk ka shkon mendja, është ajo jo mëkat, po është lëshim. Është për qëllim, më thon ne agjërena. Ne më thon falmi. Po a thu sa kemi kryer agjërimin, në çfarë niveli kemi bë? A ka mangësinë këtë agjërim ose falmi, ai namazi jon sa është nivel?
apo namazi ka mangësitë e veta. Më thonë si ne pendohemi këtu, më thonë edhe Allah na fal gjunat në Ramazan edhe për këtyre lëshimeve të vogla që ndoshta ne as nuk na shumë mendja. Edhe këtu është edhe urësia pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mas namazit thoshte 3 herë astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nuk ka bëu dënim mëkat. Por më do ka fal namaz. E ka kriju obligimin më të madh të Islamit, po prapë më do me mësu umetin që edhe ti që falësh, mos mendon që namazin e ki tamam 100%, ki mangësi, më thonë. Edhe ne shohim ne shpesh e shohim e vremi ndonjëherë namazi jonë shumë është nivel, ndonjëherë është më mesatar, ndonjëherë është më thonë veç e falmi sa më shpejt mos kaloj koha. Pra më thonë edhe namazi jonë ibadetet tona janë shumë më thonë. Përgjithësisht edhe Ramazani këtë rast edhe këtu mund na lidh edhe pse janë fitrat fund të Ramazanit. Lëshime që janë gjatë muajit Ramazanit, ne japim fitrat në fund, që elbete nëse kemi bën ndoshta dëni gabim, dëni lëshim gjatë muajit Ramazanit, më me i shli, më thon këta lëshime. Pra kjo më thon njeriu nga natyra është që bën mëkate. Hoxhi nderuar, a është vlera e Ramazanit falja e mëkateve që Allahu i fal mëkatet besimtarëve apo robërit e vet? Po më thon Allahu, më thon edhe Kurani ka përmendur, edhe në hadithe e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që një ndër synimet e agjerimit është Allahu me na falë me mëkatet. Është një ajet i gjatë në surën Ahzab, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat, atë në fund Allahu i përmendën was-saimina was-saimat, ata burra dhe ata gratë që agjerojnë. Në fund Allahu thotë a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Për çdo njerëz Allahu ka përgatitur falje edhe shpërblime të mëdha. Pra shohim nga ky ajet që një ndër synimet e Ramazanit është Allahu me na fal neve ato lëshime që i përmendëm fillim, ata gjunat, qofshin ato të rënda apo edhe të vogla. Kjo është një ndër argumentet që shohim që duhet ta synojmë gjatë Ramazanit që Allah me na fal neve mëkat. Edhe në hadithin e së me shikue, ta shohim te agjerimi, hadithi që flet për vlerën e muajit Ramazan, kush agjeron këtë muaj, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men sam Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush agjeron muajin e Ramazanit me iman, me bindje që kjo është një fars, dhe me shpresë në sevapët, thotë Allah ja fal gjunat e kalume, gjunat e mëhershme. Pra shikoj edhe këtu po shohim që po synohet falja e mëkateve në Ramazan. Në një hadith tjetër, pejgamberi sa kur flet për namazin e taravijes, kush e falën, ka thënë pejgamberi men qama Ramadane imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush falet në muajin e Ramazanit, nisë me iman, me bindje që është një sunet e pejgamberit alayhis salam, edhe me shpresën e sevapit që i ka ky namaz taravija në këtë rast, thot Allah ja fal ata gjunate e kalume. Gjithashtu pasi ka thonë edhe për natën e Kadrit që është men qama lejletul qadri imanan wa ihtisaban. Nisë kush e falet natën e Kadrit me iman dhe me shpresë, Allahu ja fal gjunat e mëhershme. Pra më thonë për shumë nga këto hadithe që Ramazani është një muaj i rahmetit ku Allah i synon neve me na fal mëkatet. Bëj shpëmbim me një hadith tjetër, është një hadith i njohur mes besimtarëve, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka hip, më thon minber, edhe kanë dëgjuar sahabët duke thonë 3 herë amin, amin, amin. Edhe sahabët janë çudit nga kjo lëvizje, nga këto fjalë që ka thonë pejgamberi alayhis salam, e kanë thënë pse thave 3 herë amin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përmendën, ka thonë raghiba an fi imri'in dhukirtu falam yusalli alik. Qofti i nënçmuar një person i cili është përmend emri jam, është përmend emri pejgamberit alayhis salam dhe nuk s'ma ka dërguar selavat dhe selame. Qofti i nënçmuar ky njeri. E pra sa kanë dëgjuar këtë fjalë nga Xhibrili, ka thonë amin. Tjetër ka thonë raghiba an fi imri'in adraka abawayhi falam yadkhul al-janna. Ka thonë qofti në nënçmuar një person i cili i ka mri 2 prindë të vet, i ka gjallë, edhe ka jetuar me ta, i ka bëu hizmet, i ka lënë ngatë edhe se ka fituar xhenetin. Qofti në nënçmuar ky person, edhe personi që ka dëgjuar këtë fjalë ka thonë amin. Ashtu qoftë. Edhe tretën herë ka thonën raghiba an fi imri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu. I nënçmuar qoftë një person i cili e ka arrit muajin e Ramazanit dhe ka xhiruar Ramazanin dhe ka dalë për Ramazanit dhe nuk e kanë fal mëkatet dhe gjunahet. Këtu më thon, pra prapë ka thonë amin. Pa këtu të shohim që një ndër synimet madhore mos me dalë për Ramazanit me gjunahe
me gjuna i ngarkum, po dalmi nga muaj i Ramazanit me gjuna të falura. O gjeneral, cilët mëkate i fal agjerimi apo muaji i Ramazanit? Po. Si thash fillim, ne kemi disa lloje të mëkate, kemi gjuna të mëdha, kemi gjuna të vogla, kemi ata gjuna që përmendëm në adhurim, të i bëjnë apo nuk i bëjnë tamam. Cilët ato gjuna i fal agjerimi. Dietarët ka ixhma, ka konsenzus se Zoti subhanahu wa taala i fal mëkatet e vogla me muajin e Ramazanit. Sikur është namazi me xhamat, sikur është xhumoja deri në xhumon tjetër, se është një rregull në fenë e Zotit, veprat e mira i shlin të këqijat. Innal hasanata yudhhibna as-sayyi'at. Veprat e mira i shlin të këqijat. Gjithashtu profesori thotë në një hadith tjetër, as-salawatul khams, 5 vaktet e namazit, wal jum'atu ila al-jum'a, pe xhumon deri në xhumon tjetër, wa Ramadan i Ramadan, pe Ramadan deri Ramazani tjetër, mukaffiratun Thotë selam ma bejnehun idha ijtanabat al-kabair. Këto mes tyre janë falje përderisa personi i largohet mëkateve të mëdha. Pra nga kjo hadith po e shohim që falen mëkatet e vogla. Jo të mëdha. Jo të mëdha. Ato të mëdha. Për të mëdha të mëdhon këtu desha më ardhën, se ndoshta ndonjë besimtar mundet me mendua që vallahi unë vetë se kam agjeruar, Allah i keq më ka fal gjunat mua. Jo, më thon. Nuk është e vërtet. Zoti subhanahu wa taala me këto adhurime që kemi gjatë ditës, janë këtë rast muaji Ramazan, agjerimin e këtë muaj, Zoti subhanahu i fal gjunahet e vogla. Edhe kjo këtë dietar kshu kupton këtë hadithe. Për gjunat e mëdha, këtu desha më përmend një detaj që gjunat e mëdha kanë tjetër trajtim. Domethënë se ke gjunat mëdha, shem po themi je që vjedhën, Allah na rujt ose je që bën gibet apo bën iftira, ose shumë gjuna të tjera të mëdha, duhesh ndalësh të shikosh këta shartë dhe kushte që do të përmendni tash. Duhesh me i plotsu këta kushte që me të fal Allahu mëkatet. Jo vetëm pse ka kushtet që për me qenë ky pendim për gjunat mëdha i sakt, janë dietar kanë përmend 3 kushte. E para është ta losh mëkatin. Ti bën gibet, bën iftira, edhe thua astaghfirullah dhe Allah e bën gjunajin. Se ki plotsu kushtin, por me qenë ky pendim i sakt, ti ta losh gjunajin, ta vendosë e lash. Ti japsh besën Zotit. Po, ti japsh besën Zotit që e ke lënë. E dyta e ke lënë gjunajin, kjo ishte e parë. E dyta me vendosë që mos i kthehesh. Se dikush do të aty për aty e le gjunajin, edhe thot astaghfirullah, edhe bëhet pishman, por e bën plan më njëherë pak më vonë ta vazhdoj gjunajin ta boje. Jo, ka thonë dietar dush me vendos. Pa do thotë kjo që ti s'ki me bëj gjuna, jo. Po ti momentin që i pendohesh, dush të fillosh me elon edhe me vendosin si kthehesh mëkatet. Po. Kjo është, se ti nëse e le ti pak më kthi, kjo tregon që nuk je sinqert në pendimin që e bën. Gjithashtu dush me elon fillimisht edhe me e vendos që si kthehesh. Ti njeri ti i biri Ademit, ndoshta prap kthehesh. Ne nuk themi që asnjëherë do të më kthije. Po momentin që pendohemi, do të më qenë të vendosur që nuk i kthejna mëkatet. Kjo ishte sharti i dytë, kushti i dytë. Dhe e treta, edhe kjo është shumë e rëndësishme, keqardhja, muni keq. Se vëllai ka thonë at-tawbu nadam. Pendimi është keqardhja. Se pse përmenda këta shumë më nëse kjo se ne ka ndodhur, edhe këtë neve ka ndodhur, kemi takuar njerëz që përpara kanë bërë 100 zeza, edhe sot janë penduar, edhe kur përmendet gjunahi që i ka bo ai lavdrohet. Edhe shesim burje. Isha të thit, ju s'dini, unë sa kum ditë përpara. Ajo është më keq. Okej, keq shumë keq është. Ti kjo tregon që ti nuk i keqardhje. Besimtari i mirë, kur i kujtohet gjunahi, duhet më të edhe syt lot. Çka kum bëunë, pse i kum bë këtë mëkat? Për Zoti ama ka pranuar pendimin ajo. Çka keqardhja është prej kushteve të pendimit. Dhe katërta është një kusht që ka të bëjë me hakët e njerëzve. Ti ndoshta e ke bënë gjuna, e ke vëll, po themi dikuj një prej pasurisë. Unë e kum lënë gjuna. Edhe më kum vendosur se bëj. Edhe punina keq. Po kjo është hak njeriu. Ulemat kanë thonë sa i përket në raport me njerëzit, e kemi edhe një kusht tjetër, që është më ja kthije atë hakin atij personit që i kum bë zullum. E kum marr pasurinë. Nuk është vetëm me thonën unë jam penduar dhe kaq. A e di ku i kum bën keq. Po dita kanë thonë se nuk e di. Sikur të shemë Allah na rujt disa njerëz që shesin, po themi drog, e kanë pa sherin keq këtë qyteti. Ai si pendohet, ku i gjen ata njerëz,
atrini ku e gjem me lip halak. Shumë vështirë. E për këta njerëz ka thonë dietar, ki duhet më bëj shumë mu pendue, shumë duhet me kajtën, shumë duhet më thonë sadakaja, me qëllim që Zoti më ia falë se s'mund më i gjet krejt. Më thonë, kurse nëse e din personi caktuar, i ki bo zullum, i ki bo keq, ja ke shtu një iftira, duhesh me shku te ai edhe me lip halak. Me thonë që unë kum bo gabim, jam pendue, kështu që më ban halal. E kjo është më thonë ajo e keqja. Tasie, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë në hadith, atadruna man al-muflis. A dini cili nga ju është muflis, më i falimentum, ai që ka humbur biznes, ai që ka shku malli, që ka mbet kurrë nga pasuria, ka thënë a dini se kush është në ditën e Kiametit që ki muflisi? Sahabët kanë thonë ja Rasulullah, ne tek ne muflis, e dina kush është? Ka thonë një person i cili s'ka mall, as nuk ka, më thon pare, s'ka pasuri. Ka thonë jo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka thonë pejgamberi muflis nga ummeti im, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, inal muflisa min ummeti men yati yawm al-qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakat. Ka thonë muflisi i ummetit tim ditën e Kiametit është ai i cili ka marrë ditën e Kiametit me namaz, me agjerim, që mbajt Ramazan, me agjerim edhe me zeqat ki ardhën, po shaki bo? Ka thonë selam, wa yati wa qad shatama hadha. Por ki ka ardhur me këta ibadete, i ka fal namaz, ka agjerue, edhe ka thonë zeqat, por ka thonë selam, ky vjen ditën e Kiametit, thotë e ka shoh filanin. Wa qad shatama hadha. Wa qadhafa hadha, ja ka qit një iftira dikujt tjetër. Dhe çka tjetër, wa akala mal hadha, ja ka pasurinë dikujt tjetër. Wa safaka dam hadha, ose ka derdh gjakën e ka vrarë dikan, më thonë në dunjë padrejtisht, wa daraba hadha, nëse i ka rrah dikujna, i ka mshu dikujna, thotë këtë me këta gabime po vjen ditën e Kiametit. Edhe pse ka fal namaz, ka xhiru dhe ka thënë se po thotë fe in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatan faturihat alayhi wa thumma turiha fi an-nar. Pra thotë këtij personit që ka me çto me namaz, me agjerim dhe me zeqat, thotë këtij na ja marrin sevapët. Sa hak njeriu, nuk është në raport me Zotin, është në raport me njerëzit. E çka ndodh këtij na ja marrin ato sevapët e namazit, agjerimit edhe zeqatit, edhe kur s'ka me pas, s'ka me marr, ata të tjerët që ju ki bo zullum, ata ka mi të thonë mëkatet e veta. Çka është ai muflisi? Edhe në rrugë ditën e gjykimit vjen më thonë me këta ibadete, por më thonë nuk ka pas kujdes. Kujdesi më thonë pendimi, më thonë muj Ramazan është muj faljes, por më thonë se janë gjunate më mëdha, duhet më thonë me i plotsu këta kushte që përmendëm me qëllim që me qenë sakt, e për gjunate e vogla, inshallah Zoti na mëson, na bën nasip që mi pas gjunate e falta. Allah i shpërblet. Allah i shpërblet të gjenderuar. O gjenderuar, pasi që jemi në minutat e fundit të emisionit, cili është mesazhi juaj për teleshikuesit e TV Muftinis dhe ndëgjuesit e Radio Vatit? Allah i shpërblet. Kisha dhënë një mesazh që ky mesazh na duhet neve edhe në Ramazan edhe jashtë Ramazanit, është që gjithmonë ta shohim vetin të mangët. Mos ta shohim vetin sikur unë nuk kam nevojë Zotit më falë. Po gjithmonë me pas më dhonat ndjenjen që unë jam i nevojshëm për faljet e Allahut. Pse se doshta ti nuk bën gjëra më dhaj, po ki gabime të vogla. Ki gabime të vogla. Kur të vish me fal taravijën, mos dit pi namazit, pi taravijës, duke shprehat me demasin, me kun s'kam nevojë me ne deri në fund me fal taravijën. Ose unë s'kam nevojë me kuni kujdesshëm gjatë Ramazanit. Do të thonë, ti duhesh me i boj ibadetet me ndjenjen që i mangët. Edhe ki nevojë Allahu më dhon me ti fal ato gabime që i ke bërë. E kjo do të na duhet edhe në Ramazan edhe jashtë Ramazanit. Edhe kjo do të jetë sebeb që gjithmonë kemi garu me bëni punë të hajrit. Me bëni hajse, se njeriu më thon ka lëshime dhe ka gabime. Allah i nderoft, Allah i shpërblet për ftesën. O gjeneror, Allah ju shpërbleft, inshallah për elaborimin e temës dhe shpresojmë që këshillat e juaja kanë qenë të dobishme për teleshikuesit e TV Muftinis dhe ndëgjuesit e Radio Vatit. Allah i shpërbleft, Allah i nderoft edhe ju. Amin inshallah. Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinis dhe ndëgjues të Radio Vatit, këtu është fundi i këtij emisioni ku mysafir kishim hoxhën e nderuar Vedat Efendi Skenderi. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje dhe Allahu apranoj gjitha lutjet dhe ibadetet e kësaj dite madhështore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.